shkon te organi më i ndjeshëm që është zemra. Edhe shkon na i bën ato arteret, na i mbyll. Pse nuk shkon me një organ që s'na vyn fort? Te dora për shembull, po shkon te zemra. Në shtëpinë tem nuk ka kërkush kohë me gatu si dikur. Na hajna hamburgera, pizza, makarona, natën vonë, nuk bojna kur aktivitet fizik. Sa po na kushton kjo mënyrë jetese në afat gjatë, edhe financiarisht edhe me shëndet. Stili jetës ka ndryshuar në formë drastike. Kemi më shumë punë, kemi më shumë angazhime në jetën e përditshme, na ka bërë që me pas më pak kohë për gjanat klasike që i kemi bërë më herët. Sot janë vikendet ku një familje ndoshta mund të mblidhet bashkë për gatu diçka të healthy ose të shëndetshme. Nxenë çdo të tretin vikend ti ke me ul me gatu diçka që nuk është edhe çaq healthy. Pasuritë që ja jep trupit me ushqime të gatuara mirë në aspektin nutricional janë diametralisht larg me ato që ti e blen. Ushqimi që ne e blem ka shumë kalori pika parë, që na përkthehet krejt ato kaloritë që vijnë pe glukozës. Glukoza është një molekulë shumë weird. E shfrytëzon trupi aq sa i vjen, një pjesë pastaj deponohet në mëlçi si glikogen, pjesa tjetër nuk hudhet jashtë trupit, ajo shndrohet në yndyrë. Edhe e keq është shndrohet në yndyrë viscerale që i bën shkon i sulmon ato organe. Tek meshkujt është rreth barkut, po sani më i çuditshëm që ekziston, shkon te organi më i ndjeshëm që është zemra. Edhe shkon na i bën ato arteret, na i mbyll. Pse nuk shkon me një organ që s'na vyn fort? Te dora për shembull, po shkon te zemra. Ndoshta është biologji të cilën ende nuk mundi më shpjegu paktën joën, po ajo që thatë është fjalë për fjalë saktë. Do të thotë të gjitha implikimet, qofshin ato shëndetësore, financiare, emocionale apo mendore, preken në rastin kur ju po thoni.